kërkesën që ta fshehim identitetin e tij për arsye sigurie. Si është të jesh inkujuar? Të jesh inkujuar, do të thotë të jesh i mbyllur në një kafaz, që mos lalesh jashtë, as të shijosh jetën, edhe të ndërrosh diçka për dalë dikur, ndoshta dikur jashtë, për këtyre 4 muajve. Shkolluar jemi shumë pak, edhe shkolluar një pjesë kam dalë në Poliçanesh, aty kam bërë mësimin e rregullt. Sa vite? Janë kanë 4-5 vite. Tjerë i kemi bërë me shkputje. Edhe me shoqënues policie. Po mësues në shtëpi u ka ardhur? Po ka mësues pse Liliana. Për lashku se s'kam bërë mësim. Si e kalon ditën ti në shtëpi? Po tu po atërizëm tu ndajt mran. Tu fje gjum. Ndal shëda as me shoqënues, do të thonë, vjen me një shok, një gjak shumë marrë. Ku del, ku shkon? Të doja të tezi të kujshëvesh. Në qoftë se do të bëje një jetë normale, duhet të ishe diku student tani, apo jo? Po. Çfarë do doje të studioje ti? Po dalin çfarë dalin, në mësues në profesion tjetër. Mësues? Po. Pse mësues? Po se mësues është në alës lumit, për një gjaje. Po çka ke bërë ti që të vinë që e pret vdekjen dita ditës? Po s'kam bërë gjë, po kështu është kanuni. Po pse vazhdon ti kanunin? Se vazhdon populli. Ti si djali i shtëpisë, baba juaj nuk del. Ku i gjeni ju të ardhurat për të jetuar? Ja, ta në të gjemë shumë shtirë. Dhe që një më në i lakë, dhe me tha, në një si kena afer. Dhe si e përfytyron pas 10 vjetësh jetën tënde? Pas 10 vjetësh, s'mene për 10 vjetë, me nësët për nesër. Nësët për sët krejt. Ke provuar ndonjëherë të shkosh jashtë shtetit? S'kam provu, se s'kam mundësi për të provu. S'kam mundësi, se s'kam të ardhur në lek për shembull, ose kështu gjëra. E njeh ti gjaksin tënd? Jo. Bashkëmoshatarët e tu mendojnë si ti kalojnë pushimet, në kafe, kinema, plazh. Po ti? Kur jenë këtë punë, këtë mënyrë fenomen gjakmarrje, do të më ndajt mbrëm. Dhe me prit vdekjen nga plumat ose nga një gjëra tjetër.